janë intervistuar gjithsej 15 kryesues dhe 43 komisioner. 9.057 vota janë të shtuar dhe 7.996 janë vota të hequra. Pas përfundimit të rinumërimit të votave në komunën e Malishevës, Prokuria Themelore Gjakov ka lëshuar autorizim për Policinë e Kosovës, respektivisht Drejtorinë Anale të Policisë në Gjakov, për të ndërmarrë veprime konkrete në lidhje me grumbullimin e provave dhe fillimin e procedurës. Pasi që kemi vepruar përmes policisë, do të thotë me autorizimin e prokurisë, sikur se e keni vërejtë edhe sot në aksionin e sotëm, nga 18 kryesues dhe 50 komisioner janë intervistuar gjithsej 15 kryesues dhe 43 komisioner. 15 kryesues aktualisht janë të ndaluar për 48 orë dhe brenda fatit ligjor prokuria do të vendos në lidhje me masën e sigurisë. Po ashtu, për 43 komisioner të tjerë, jemi duke në vlerësim e sipër në lidhje me ndonjë masë eventuale, kryesuesit dhe komisionerët të tjerë, të cilët sot për arsye të ndryshme ose ka qenë jashtë vendit ose nuk kemi arritur të kemi prezencë në Drejtorinë Anale të Policisë në Sërim. Në komunën e Malishevës gjithsej ka qenë 75 vendvotime, 9.057 vota janë të shtuar dhe 7.996 janë vota të hequra. Pra gjithsej në total kemi 17.053 vota. Në bazë të autorizimit të prokurisë do të janë siguruar gjitha të provat që kanë qenë të qasme deri më tani, duke përfshi edhe vendosëzimet që kanë qenë në vendnumërim.